Një gjykatë turke vendosi mëngjesin e kësaj të diele masën e arrestit me burg për kryetarin e Bashkisë së Stambollit, Ekrem İmamoğlu, i cili akuzohet për korrupsion dhe mbështetje të një organizate terroriste, raportojnë mediat në Turqi. Burgimi i tij konsiderohet gjërësisht si një lëvizje politike për të hequr një pretendent kryesor nga gara e ardhshme presidenciale e planifikuar aktualisht për në vitin 2028. İmamoğlu ishte në paraburgim që nga e mërkura për disa akuza duke përfshirë rishfet, ndihmë dhe nxitje terrorizmi. Zyra e kryeprokurorit publik të Stambollit akuzoi İmamoğlu dhe disa zyrtar komunal për krime, duke përfshirë formimin dhe udhëheqjen e një organizate kriminale, rishfet, mashtrim dhe marrje të paligjshme të dhënave personale. Për më tepër, İmamoğlu së bashku me 3 zyrtar të tjerë të lartë akuzohen për ndihmë ndaj një organizate terroriste që ka lidhje me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Prokurorët pretendojnë se İmamoğlu dhe disa zyrtarë të lartë komunal mbajtën kontakte të vazhdueshme dhe të gjëra me Azat Barish, që dyshohet se ishte një antar i lartë i degës politike të PKK. Hetuesit kanë cituar dëshmitë e punonjësve të bashkisë, të dhënat financiare dhe raportet e inteligjencës për të mbështetur pretendimet se antarët e grupit terrorist kishin deportuar në qeverinë komunale. Aktakuza më tej pretendon se İmamoğlu luajti një rol vendimtar në emërimin e individëve në Këshillin e Qytetit që ishin të lidhur me këto aktivitete, duke argumentuar se kryetari i bashkisë ishte plotësisht në dijeni të përkatësive të tyre. Teksa i jepej vendimi mbështetësit e İmamoğlu dhe opozitës turke, të cilët ndodheshin para ndërtesës së gjykatës, deklaruan se vendi i tyre po përballej me shtypje. Ekrem İmamoğlu do ta bëjmë president, deklaruan ata, ndërsa qindra forca policie kishin rrethuar zonën. Që prej ditës së ndalimit të tij në qytetet kryesore turke janë zhvilluar protesta ku kërkohet lirimi i kreut të Bashkisë së Stambollit.